i madhëruar, i lartësuar, është Allahu i gjithëpushtetshëm me lavdi. Ata e falenderojmë, për ati ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje për Allahu të lartë madhëruar, për çdo të keqe që veprojmë me dije apo pa vedije. Atë të cilin e udhëzon Allahu i lartë madhëruar në këtë udhëzim madhështor, në këtë fe madhështore, nuk ka askush që ta largon nga kjo mirësi kaq e madhe, dhe me atë të cilin nuk prek udhëzimi Allahu xhele xhelalu, nuk ka askush që ta drejtoj dhe orientoj për në rrugën e drejtë, vërtetoj dëshmoj me bindje të thellë se nuk ka hyjni tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut. Dhe vërtetoj dhe dëshmoj se Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob dhe i dërguar i Allahut. Salavatet, selamet, përshëndetjet tona më të përzemërta i dërgojmë mbi më të mirën e krijesave, mbi familjen e tij të bekuar dhe të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe bujar, dhe mbar atyre që e ndoqën, e ndjekin dhe ta ndjekin deri në ditën e fundit. Allahu i lartë madhëruar na tregon në librin e tij Fisnik ku thot: O ju besimtar, o ju që keni besuar, ju është bërë obligim agjërimi në muajin e Ramazanit, ashtu si që ishte obligim edhe për ata që ishin para jush, pra për popujt e mëparshëm, në atë mënyrë që ju të jeni të devotshëm, që të bëheni të devotshëm. Përsëri thot i gjithëpushtetshmi: o ju besimtar, o ju që keni besuar, friksojeni Allahut me një frikë të vërtet, me një frikë të sinqert, ashtu si që meriton Allahu xhele xhelalu t'i friksojni. Dhe mos t'ju gjej vdekja vetëm ju duke qenë në fenë vetme të pranuar tek Allahu, në fenë vetme të saktë, pra musliman. Allahu gjithëpushtetshëm thot përsëri, po këtë radhë drejtohet mbar njerëzimit: o ju njerëz, kini droje Zotin tuaj, i cili ju krijoi juve nga një vete e vetme, dhe prej kësaj Allahu xhele xhelalu krijoi bashorten e tij, gruan. Dhe prej këtyre dy Allahu subhanahu wa taala i shtoi dhe i shumoi në burra e gra, në popull. Ndaj friksojeni Allahut, tek i cili ju kërkoni të drejtat e ndërsjellta dhe ruajini marrëdhëniet farefisnore, dhe dijeni se Allahu xhele xhelalu gjithmonë ju mbikëqyr, Allahu është mbikëqyrës mbi ju. Të nderuar besimtar, vëllezër dhe motra, kanë mbetur dhe pak ditë të caktuara derisa të hyjë muaji i begatshëm, muaji i rëndësishëm, muaji më i mirë të cilin e ka dalluar Allahu xhele xhelalu nga muajt e tjerë, muaji i Ramazanit. Me lejen e Allahut të gjithëpushtetshëm, ky muaj do të na freskojë me mirësi gjithëpërfshirëse, me begatitë e Allahut të njëpasnjëshme, sepse Ramazani ka një pozitë të lartë në zemrat e besimtarëve, ka ndikim të madh në shpirtrat e tyre. Besimtarët, pra ne e presim me padurim marrëdhjen e Ramazanit dhe përgëzojmë njëri tjetrin për afrimin e tij. Besimtarët duhet gëzohen shumë dhe të ndjejnë lumturi që Allahu i gjithëpushtetshëm po ua mundëson arritjen e këtij muaji të madhnishëm, që është një sezon i bereqetshëm, në të cilin ata do të arrijnë, pra besimtarët, do të arrijnë për mirësive të shumta të Allahut të gjithëpushtetshëm. Ardhja e këtij muaji
muaj këtë cilin e ka dalluar Allahu Azza wa Jell prej muajve të tjerë. E ka dalluar Allahu Azza wa Jell me shumë veçori. S'ka dyshim se do të ketë një pozitë të lartë dhe të veçantë në shpirtin dhe zemrën e besimtarit. Ata Allahu e ka nderuar dhe bekuar. Atë njeri që arrin në Ramazanin, Allahu e ka nderuar dhe bekuar që të arrijë këtë muaj. Le ta di se Allahu ja ka dhënë një mirësi jashtëzakonisht të madhe. Sepse ai do bëhet bashkëpjesëmarrës me pjesën tjetër të muslimanëve, të cilët do ta përjetojnë këtë muaj dhe do ta agjërojnë dhe do të përfitojnë prej mirësive të mëdha që ka ky muaj. Sepse është sezoni i bindjes së plot, është adhurim, besim dhe afrim tek i gjithë pushtetshmi, Allahu Azza wa Jell, që i meriton të gjitha lavdet. Kur afroi Ramazani, pejgamberi on i dashur sallallahu alaihi wasallam i përgëzonte shokët e tij dhe u thoshte: "Hadha shahru Ramadan, qad ja'akum", që do të thotë, juve ju erdhi Ramazani. Ju erdhi Ramazani, po ju troket në portat tuaja, i cili është muaj i bereqetshëm, i begat. Allahu u bëri obligim farz agjërimin e tij. Në këtë muaj hapen dyert e xhenetit. Fihi tuftahu abwabul janna. Pra hapen dyert e xhenetit, mbyllen dyert e xhenemit dhe shejtanët prangosen. Në të është i natë, e cila është më e vlefshme se sa 1000 muaj. Ai i cili privohet nga mirësia e saj, vërtet është privuar nga çdo mirësi. Te fjala ju erdhi muaj Ramazanit, ka një përgëzim, një urim të madh për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili njoftoi sahabët, shokët e tij të ndershëm, se po ju vjen një çështje shumë madhështore. Ashtu siç po na vjen një çështje shumë madhështore. Allahu po amundson të arrini këtë muaj duke pasur shëndet të plot, besim, siguri, iman. Në këtë muaj, ti vllai dashur dhe motër e respektuar, ke mundësi të kthehesh tek Allahu, dhe të llogaritësh veten tënde. Nëse gjatë gjithë vitit ke qenë i shkujdesur apo e shkujdesur, atëherë dije se po të vjen mundësia, po të vjen shansi të kthehesh tek Allahu i gjithëpushtetshëm me kryerje të urdhrave të tij dhe largim nga ndalesat e tij. Nga këto fjalë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, zemrat lëvizin dhe fillojnë të ndjejnë pozitën e lartë që ka ky muaj tek Allahu Azza wa Jell, dhe që duhet të jetë i tillë ashtu edhe në zemrat tona. Me këto fjalë, sikur do të na thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ju erdhi juve Ramazani, prandaj përgatituni për të, priteni atë në mënyrën më të mirë, priteni si mysafirin më të mirë, sepse Ramazani s'ka dyshim që është një mysafir i ndershëm, të cilin po na dërgon Allahu i gjithëpushtetshëm. Përgatituni të nderuar besimtar, ta nderoni këtë mysafir dhe të jepet ajo e drejtë siç e meriton. Përgatiteni shpirtin tuaj, ta mirëpresni atë, nga se ashtu siç do të vi shpejt e ka për të ikur. Njerëzit dallohen nga njerëzit e tjerë nga mënyra se si e presin këtë muaj madhështor. Disa e presin me blerje të shumta të ushqimeve nëpër tregje, apo shpenzojnë edhe jashtë nevojës, i shtrojnë sofrat plot e për plot, bëjnë israf, shpenzime dhe vese pak hahet tek ato shpenzime. Disa e presin me përgatitje të tjera që nuk kanë dobi, madje nuk ka dobi, po ka dëm, me të cilat angazhohen kohë, argëtohen duke humbur kohën pas tyre dhe kalojnë kohën e agjërimit. Disa e presin me përgatitje të vetes, se si të veprojnë vepra të mira
që sa më shumë e kënaqin Allahun, apo e presin duke planifikuar kohën për leximin e Kur'anit, për përmendjen e Allahut me dhikr, me faljet e namazit natës, për ndihmën ndaj të tjerëve, për dhënien e lëmoshës, për prezantimin në mezhliset e dijes e tjerë. Disa e presin në raport të njëjtë sikur muajt e tjerë të vitit. Vjen dhe kalon Ramazani tek ai njeri njësoj siç kanë kaluar muajt e tjerë. Por kjo ta dini është humbje e madhe. Muslimani do ta presë Ramazanin në mënyrë më të mirë, me sinqeritet dhe duke ia dhënë të drejtën që meriton. Sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, kur vjen nata e parë e Ramazanit, shejtanët prej kryesorëve prangosen, i prangos Allahu gjithëpushtetshëm. Mbyllen të gjitha dyert e xhenemit, asnjë derë nuk hapet gjatë Ramazanit. Hapen të gjitha dyert e xhenetit, dhe asnjë derë e xhenetit nuk mbyllet. Dhe një thirrës thret: o ti që synon të mirën, hajrin, vepro. Të erdhi momenti, të erdhi çasti, ja ku je, vazhdo. Dhe o ti që synon të keqen, ndalu. Ndalu. Allahu cakton çdo ditë për Ramazanit ndonjë person që e liron nga zjarri i xhehenemit. Ne që synojmë dhe dëshirojmë të mirën, patjetër që duhet veprojmë, sepse na ka ardhur shansi. Do të kthehemi tek Allahu me tërë qenien tonë dhe ta adhurojmë atë, të mos lejojmë të na humbasi kohë nga Ramazani, nga se ky muaj e thamë është rast i madh që nuk të vjen çdo herë, sepse është periudhë mirësive të shumta. Dije se është një shans që nëse të ik, ka mundësi mos të kthehet më. Ka mundësi që mos ta presësh më Ramazanin. Prandaj shfrytëzoje. Shfrytëzoje atë. O ti që synon dhe dëshiron të keqen, tani është momenti të ndalesh. Shpirti jote është mëkatar. Ndalu. Jepi vetes mundësinë e ndryshimit. Largohu nga devimet, sepse Ramazani është kohë e bereqetshme, që Allahu ta ka mundsuar për ta pastruar veten tënde e të kthehesh tek ai. Edhe ai shpirti i cili nuk lëviz fare, pra nuk bën përpjekje kur vjen ky muaj, nuk kthehet tek Allahu me pendim, atëherë kur do të kthehet? Nëse njeriu nuk përpiqet që këtë muaj të paktën ta ndryshojë veten e vet, atëherë kur do të ndryshojë? Sepse shumë prej njerëzve janë të preokupuar me dëfrime, me lojra, luks, teprime, shpenzime, gjëra të kota, me gjëra të kësaj dynjaje, që nuk i bëjnë dobi as për dynjan as për ahiretin. Apo ka për atyre që gjithë natën rizgjuar dhe flejnë deri mbas namazit të drekës, sa që u ikën dhe namazit të drekës. Po çfarë agjërimi është ky? Mundohu që çdo sekond, çdo minutë, çdo orë, çdo ditë të këtij muaji të bereqetshëm ta shfrytëzosh në maksimum. Sepse ti je ti për atyre kategori njerëzish, kur të mbarojë ky muaj, të dalësh ashtu siç të ka lindur nëna jote, i pastër në mëkatet me agjërim të pranuar. Ti je për atyre nga të cilët Allahu çdo natë e liron nga një rob prej zjarrit të xhenemit. Vërtet, nderuar vëllezër dhe motra, kur besimtari dëgjon këto fjalë, s'ka dyshim se shpirti i tij digjet nga dëshira e madhe që edhe ai të ketë pjesë te kjo kategori njerëzish që përfitojnë mirësinë e Allahut. Prandaj lëviz me gjithë qenien tënde. Shfrytëzoi, bëj durim, se s'ka dyshim që njeriu në Ramazan heq dorën nga shumë gjëra, dëfrime, qysh nga marrëdhëniet intime me bashortën, qysh nga shijet e ushqimit, e tjera. Por ky është muaji i durimit. Duro për hir të Allahut. Duro, sepse nëse do durosh kur agjiron, ashtu siç ka ardhur në hadith te Imam Ahmedi që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ai që agjiron muajin e durimit, pra për
Bëhet fjalë për Ramazanin dhe 3 ditë çdo muaj. Ai është sikur e ka agjëruar gjithë vitin. Prandaj këtu të përfitojnë muslimanët. Të përfitojnë muslimanët se jepet një mundësi dhe rast shumë i madh. Sepse Allahu Azza wa Jall thot në surën Zumar, innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighayri hisab. Allahu Azza wa Jall vetëm për ata që janë të durueshëm, Allahu do t'ju japi ose do t'i shpërblej pa mas. Prandaj besimtari, prej ditës së parë të Ramazanit, ta filloj veten e tij me durim, ta kalisi veten e tij me durim. Ky muaj është sezon në të cilin është mënyra më e mirë për të trajnosh dhe trajtosh veten tënde për të qenë sabërli durimtar. Njeriu duhet ta kalojë gjithë Ramazanin duke qenë durimtar, sepse mund përballet me njerëz që e provokojnë, e ngacmojnë, por ai t'ju thojë unë jam agjërueshëm, mos merret me ta. Ta ndaloj nefsin e tij, shpirtin e tij në këtë muaj të paktën. S'ka dyshim se muslimani gjithë muajin, gjithë jetën e tij duhet të jetë shembull, po të paktën në këtë muaj ndryshon robi i Allahut, se mëson veten tënde ke mira dhe ashtu vazhdon edhe mbas Ramazanit, sepse Allahu nuk është vetëm Zot që ka krijuar Ramazanin, po edhe muajt e tjerë. Gjatë gjithë muajve besimtari do të jetë shembull dhe i edukuar në shoqëri e kudo. Dhe mos të mundohet njeriu të thojë që unë jam i dobët apo jam kështu apo ashtu dhe mos ta agjëroj. Vetëm ai të cilin Allahu xhele xhelalu e ka justifikuar, ku kemi të bëjmë me ata që janë sëmur kronik, kanë ilaçe vërtet janë sëmur, atëre ata që obligohen, po jo njerëz i shohim sot me shëndet të mirë, pra me trup fuqishëm dhe thon s'mundem, jam i zën, kam punë, jo lodhem, jo vëllezër dhe motra. Jo, ndale nefsin dhe bindju urdhrit të gjithë pushtetshmit, se agjërimi është obligim për të gjithë ata që janë në moshë madhore, përveç ato kategoritë që tham që njeriu justifikohet. Ta dim se ai i cili nuk angazhohet me agjërim dhe me adhurim, ta di se i ka humbur bereqeti. Bereqeti këtij muaji përfshin çdo gjë, çdo moment, prej kohës kur hyn ky muaj dhe deri kur përfundon, sepse janë të shumta mirësitë, të lloj-llojshme dhe madhështore. Dhe mirësia më e madhe që e përmendëm, për mirësive të mëdha ishte se hapen dyert e xhenetit dhe mbyllen dyert e xhenemit dhe prangosen kryesorët e xhinëve dhe shejtanëve, pra ndikimi i tyre është shumë i dobët tek muslimani. Sepse ato në muajt e tjerë janë të lirë dhe mund të bëjnë vezvese ke njeriu, ndërsa në Ramazan Allahu i gjithëpushtetshëm i prangos dhe ata nuk kanë mundësi fare që të lëvizin. Prandaj vëllai i dashur dhe motra e respektuar, bëj qëllim të plot vetes tënde, që në këtë moment, që në këtë vend të begat, në këtë shtëpi të Allahut, duke edhe mbesën të gjithë pushtetshmit, që ta kalosh të muaj në mënyrën që ka hije muslimanit, në mënyrën më të denjë, dhe jo të kaloj ky muaj me dëfrimet kota, duke mos përfituar asgjë dhe duke përfituar muslimani nga Ramazani çfarë, vetëm etjen dhe urin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. وانفعني الله لي وإياكم مما فيه من آيات وذكر الحكيم أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وسوء فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحساني وشكر له على توفيقي وامتناني. Falënderimet janë vetëm për Allahun Azza wa Jall, të gjithë pushtetshëm. Falënderimi më i madh therë që na ka nderuar Allahu me udhëzimin në këtë fe madhështore. Nuk ka falënderim që e falënderon Allahun për mirësinë që na i ka dhënë. Sepse mos të ishim udhëzuar, mos na kishte udhëzuar Allahu, ne nuk do të ishim të udhëzuar.
Dhe paqja dhe bekimet e Allahut Gjelle Gjelalu qofshin mbi Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, që është pejgamberi i fundit dhe s'ka pejgamber tjetër mbas tij. Të nderuar vëllezër dhe motra, ashtu siç folëm në ligjëratën e parë për mundësinë e ardhë që ne po na afrohet, vallahi duhet të jemi të kënaqur. Vallahi duhet të jemi të gëzuar për këtë mirësi madhështore, sepse Allahu i gjithëpushtetshëm thot në librin e tij Fisnik: Qul bi fadlillahi wa bi rahmetihi fa bidhalika falyafrahu. Pra thuaj, me mirësinë e Allahut, me mëshirën e tij, me këtë pra gëzohen, le të gëzohen besimtarët. Mufesirinët e Kur'anit thonë, mirësia është Islami. Ku thot Allahu me mirësinë e tij, pra me mirësinë e të qenit musliman, me mëshirën e tij. Mëshira e tij është Kur'ani i gjithëpushtetshëm. Fe bidhalika falyafrahu. Pra me këto thot Allahu le të gëzohen besimtarët. Dhe vazhdon ajeti ku thot më mbas: Huwa khairu mimma yajma'un. Këto mirësi që i përmendëm, që i përmendi gjithëpushtetshmi, janë më të dobishme, më të mëdha dhe më të bereqetshme se gjithçka çka tu bojnë njerëzit në jetën e kësaj dynjaje nga pasuria. Pra janë më shumë se çka tu bojnë ata nga pasuria e kësaj bote. Dhe bëhet fjalë për mirësitë e muajit të Ramazanit, te ky ajet që sapo përmendëm. Pra mirësitë që i përmbledh, i përmban, janë më të mira, nuk mund të krahasohen me mirësitë e jetës së kësaj dynjaje, prej pasurisë e gjithçka. Pra le të gëzohen, thot Allahu, besimtarët. Pra gëzohuni o besimtar me këto mirësi të mëdha që po na trokasin dhe shfrytëzoi në maksimum. Prandaj s'dua të zgjatem shumë, nderuar vëllezër dhe motra, po e lut Allahun e gjithëpushtetshëm na e mundsoj të agjërojmë këtë muaj madhështor. E lutim Allahun e gjithëpushtetshëm na fali, na drejtoj, na udhëzoj, na bëj për atyre të cilët e agjërojnë një muaj perfekt, duke kryer adhurimet e Allahut azza wa jall, duke qenë sa më të angazhuar në ibadetet e tij. E lutim Allahun na bëj për banorëve të xhenetit më të lartë, xhenetit Firdeus. E lutim Allahun të mëshiroj të gjallët tanë, të vdekurit tanë. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi at-tahar wa tabi'in al-akhyar. Ya wahid ya qahhar faghfir lana ajma'in.